Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka mundur të faturojë një sasi të vogël të vjedhjeve të energjisë. Sipas të dhënave zyrtare nga enti rregullatori i energjisë për vitin 2024 janë faturuar si dëm ekonomik 6259 megawatt-orë energji elektrike, ndërkohë që niveli i humbjeve jo teknike ku përfshihen vjedhjet për vitin që kaloi është 415638 megawatt-orë energji. Kjo do të thotë se OSHE ju ka shqitur klientëve si dëm ekonomik 1.5% të humbjeve jo teknike. Për vitin 2020, kushdo që vjedh energjinë elektrike penalizohet me gjobë kilowatësh, apo thënë ndryshe, sasia e energjisë e konsumuar në formë të paligjshme konvertohet në lekë dhe faturohet. Rregullora i jep të drejtë çdo përdoruesi të rrjetit për t'u ankuar pranë operatorit të sistemit të shpërndarjes apo entit rregullatorit të energjisë në rast se kundërshton faturën e dëmit ekonomik të vendosur nga OSSH ose pretendon se kjo e fundit nuk ka ndjekur dhe zbatuar rregullorën. Ndërkësh, sipas të dhënave zyrtare nga Instituti i Statistikave, humbjet jo teknike ranë me 6% gjatë vitit 2024 në raport me një vit më parë. Në fakt, gjatë vitit që shkoi, operatori i sistemit të shpërndarjes ndërmori kontrolle të shumta për abuzime me energjinë elektrike tek subjekte të ndryshme në vend. Kontrollet u kryen në kuadër të zbatimit të ligjit dhe luftës kundër informalitetit, teksa bazuar në analizat e rrezikut, fokusi ishte tek subjektet që paraqisnin mundësi abuzimi me energjinë elektrike. Pas kontrolleve, subjektet ku konstatoheshin vjedhje procedoheshin në polici për shkeljet e ligjit të energjisë. Më së shumti këto subjekte operonin në zonat bregdetare.